Përse na duhet një ditë në javë ku të mos bëjmë asgjë? Një studim sugjeron se marrja e një dite dembele në javë mund të jetë çelësi për një jetë më të shëndetshme dhe më të lumtur. Studiuesit në Universitetin Yale kanë zbuluar se caktimi një dite pushimi dhe relaksi mund të reduktojë masivisht nivelet e stresit, të ulë presionin e gjakut dhe madje të rrisë jetëgjatësinë. Studimi inkurajon njerëzit që t'i japin përparësi mirëqenies së tyre duke lënë në njanë kohë për aktivitetet që u pëlqejnë, qoftë takimin me miq, kënaqësi nga një hobi preferuar ose thjesht për të marrë një sy gjumë, duke i lejuar vetes të ngadalsojnë dhe të rikarikojnë energjinë, duhet përmirësojmë shëndetin tonë përgjithshëm mendor dhe fizik, duke çuar në performancë dhe produktivitetin më të mirë në planin afatgjat. Pra mjafton vetëm një ditë dembele në javë për të qenë në top form gjatë gjithë javës. Në një botë ku koha duket gjithmonë e pamjaftueshme mënyra se si zgjohemi dhe se si fillojmë orët e para të ditës, ndikon drejt për drejt në ritmin ton të përgjithshëm. Studimet tregojnë se njerëzit që zgjedhin të zgjohen herët kanë tendencë të jenë më të fokusuar, të organizuar dhe të gëzojnë një gjendje më të mirë emocionale gjatë gjithë ditës. Por, përveç se përfitimeve profesionale, mëngjeset e hershme lidhen ngushtë edhe me shëndetin mendor dhe fizik. Një nga zakonet që psikologët e konsiderojnë domosdoshëm është rituali i mëngjesit. Kjo mund të nënkuptojë shtrirje të lehta për trupin, meditim prej 5 minutash ose thjesht pirje në një gotë ujë me limon. Ky proces i vogël ndihmon trurin të kaloj gradualisht nga gjendja e gjumit tek një ritëm aktiv, duke ulur stresin dhe duke rritur nivelin e energjisë.